Shkruan Jorida Tabaku, pas një betejë të gjatë të zhvilluar nga Partia Demokratike, nga Parlamenti, komisionet dhe deri në KQZ, fatkeqësisht paketa e maleve rikthehet në kuvend pas një vendimi të KQZ-s. E konsideroi këtë një vendim të nxituar pasi bie ndesh me ligjin e miratuar bashkërisht, i cili ndalon votimin e ligjeve për qëllime politike përpara zgjedhjeve. Ky projekt ligj cënon të drejtat e pronës private dhe krijon një precedent të rrezikshëm për ligjshmërinë dhe drejtësinë në vend. Në parim unë jam kundër ligjeve që vendosen pa konkurrencë dhe në kundërshtim me marrëveshjen e stabilizimit e asociimit, veçanërisht me nenin 71 të saj. Ky projekt ligj shkakton dy probleme madhore. Legalizimi i zaptimit të pronës, sipas jush kushdo që kanë posedim një tokë në mënyrë të paligjshme për 10 vjet mund ta blejë atë për 1 euro. Kjo nuk kupton se nuk bëhet asnjë dallim midis pronarëve legjitim dhe atyre që kanë zaptuar pronën. Kontradikta me ligjin e vitit 2020, ky projekt ligj krijon një procedurë të re për pronësim private duke anashkaluar ligjin sektorial ekzistues për pronat dhe duke krijuar pasiguri ligjore. Gjithashtu mungesa e konkurrencës krijon pabarazi. Një shqiptar nga diaspora nuk ka mundësi të përfitojë nga ky ligj sepse përfituesit janë paracaktuar. Nuk ofrohet asnjë sqarim nëse një shqiptar nga diaspora mund ta blejë apo ta shes pronën e tij, nëse i falen taksat apo nëse mund ta legalizojë atë në mungesë të një tregu të lirë dhe të hapur. Më shqetësuese është fakti që qeveria nga njëra anë angazhohet në negociatat për grup kapitullin 5, ku flet për një klim të hapur biznesi, investime të huaja dhe ndalimin e përjashtimeve nga ligjet, ndërsa nga ana tjetër sjell një ligj që pikërisht përjashton. Kjo është një hipokrizi politike dhe ekonomike. Po ashtu ky ligj i jep pushtet pa kufizuar njësive të qeverisjes vendore për të përcaktuar zonat e veçanta të zhvillimit pa asnjë mekanizëm kontrolli nga KLSH apo ndonjë institucion tjetër monitorues. Nuk ka asnjë garanci për transparencë në këtë proces, duke e kthyer këtë ligj në një mekanizëm të përsosur për abuzime. Kujtoj se ky projekt ligj është i përjashtuar edhe nga ligji i prokurimit publik, të cilin qeveria e ndryshoi bazuar në propozimet e mia disa vite më parë, për ta rrëzuar më pas dhe për ta rikopjuar. Ligji i prokurimit publik i përafruar me direktivën e BE-s përcakton qartë se pronat shtetërore duhet jepen me garë të hapur, jo me urdhër të qeverisë. Pra pse nuk zbatohet ky ligj për pronat që diskutohen në këtë paketë? Ky është një ligj tërësisht korruptiv dhe i padrejtë, si për pronarët legjitim të tokave, ashtu edhe për integritetin e procesit. Me këtë ligj, qeveria i dhuron tokën dikujt që e ka zaptuar për vetëm 1 euro, njësoj siç ndodhi me korporatën e investimeve, një projekt që në fillim nuk u mor seriozisht, por që tani po rezulton të jetë një ligj me porosi. Së fundmi mungesa e një mekanizmi të qartë për verifikimin e pronarëve legjitim edhe për kompensimin e tyre nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit Pronave e bën këtë ligj edhe më të rrezikshëm. Nuk ka asnjë procedurë për të siguruar që prona e legalizuar nuk ka një pronar legjitim që nuk e ka marrë ende të drejtën e tij. Nuk ka asnjë analizë për ndikimin financiar të përjashtimeve nga taksat në buxhetin e shtetit. Dhe më shqetësuese, ky ligj legjitimon zaptimin e pronave duke e kthyer atë në normë. Një qeveri që flet për turizëm të qëndrueshëm dhe zhvillim ekonomik nuk mund të ndërtojë një model të tillë mbi vjedhjen e pronës private dhe abuzimin me ligjin. Ky projekt ligj nuk është asgjë më shumë se një tjetër përpjekje për të favorizuar klientët e radhës të qeverisë në dëm të interesit publik dhe të pronarëve legjitim.